Unë jem Samia, ne si familje kemi adaptu dhe qenë, jetojmë në një hapësin shumë bukur, kemi hapësin mjaftueshme për qenë, kemi gjelbrim, jezim për qenë, kushtet janë shumë të mira, kryeqyteti na ka ofruar shtete të vazhdueshme, saqë i ka nda për secilin qenë ka 50 euro, gjë që e ka bo procesin më të lehtë për ne. Zyrtarët komunal na kanë përcjell çdo hap, kanë qenë gjithmonë me ne, gjë që na kanë bërë gjithçka më të lehtë edhe më të sigurt për punën e adaptimit të qenëve. Në qendrën e adaptimit u takuam me Rejn, që ai tashmë veç u bë pjesë e familjes tonë. Si fillim kishte frikë shumë prej njerëzve, po tani me përkthjelje me dashuri veç u bë shumë qenë i dashur. Rutina në familje ka ndryshuar prej që kemi adaptu qenë, fëmijët po merren shumë me ta, po e kuptojnë botën e qenëve, po relaksohen, edhe për qenë ka ndryshuar jeta e tyre, janë shumë më të qetë, janë shumë më të lumtur. Dua t'i inkurajoj gjithë njerëz që dojnë me adaptu qenë enda fakt, mos hezitoni. S'ka gjë më të mirë se të japësh dashuri dhe të marrësh dashuri. Adapto edhe ti. Prishtina e sigurt.